Sup me trahana do bëj për mëngjes, se filluan virozat, neve të mos lëm as edhe një viroz pa e sjellur në shtëpi. Djali nga shkolla, edhe unë në shkollë, unë e ngjit nga nxënësit e mi, djali e ngjit nga shokët e tija, edhe jemi zakonisht në këtë periudhë jemi me gripra, me pak temperaturë, me hund të zëna, dini të gjitha këto gjërat. Dhe çfarë do bëj unë shpejt e shpejt, do bëj një sup me trahana që thoni. Trahanan e mbaj në ngrirje, që të më prishet, e marr nga Shqipëria, e bën mami, po. E tani çfarë i hodha brenda, siç mund të shikoni unë tek ujë që po valonte i hodha vaj ulliri, mund t'i dhe gjalp, po vaj ullirit është më i lehtë se gjalpi, një çik paprika, një çik piper të zi, pak kripë, dhe do ta lë që të valoj trahanaja. Unë e bëj kështu si sup, siç mund të shikoni, nuk do ta bëj për sheshëm, se jemi me grip, pra edhe sup hahet më mirë, edhe zakonisht neve nuk e kemi që ta bëjmë për shesh trahana, siç e kanë tradit disa zona të tjera, çdo njeri fshatet tradit siç themi. Neve është gati trahanaja tani. Unë i hodha brenda edhe një çik djathë, mora edhe një çik djathë, nuk e kapa në video, po i hodha edhe djathë pak më vonë, dhe të na bëj mirë. Ciao ciao.